A kishte tentim për ngulfatjen e këtij procesi, i cili më veç më kishte fryte rreth 6-7 vite të mira, dhe pastaj vjen një iniciativë tjetër, siç ishte Ballkani i hapur. A mund të themi se disa nga liderët e Ballkanit Perëndimor tentuan ta ngulfasin këtë proces, siç është procesi i Berlinit? Unë thjesht nuk mund të dal nga roli i e kuptoj, po diplomat e kam për detyrë, edhe pse ndodhet. Edhe ne atë detyrë kemi nxjerrë diçka. Unë atë që mund ta them këtu për ju, për mediat, është se Trajkoja ka ndetur ngushtë me të gjithë proceset që kanë të bëjnë me integrimin e Ballkanit Perëndimor. Ne jemi për krahës të gjithë proceseve të cilët kanë synim që Ballkani Perëndimor të jetë një territor i integruar, një territor ku mund të krijohet një farë lloj sinergjie e cila i jep shpresa rinis se diçka e mirë e bukur mund të ndodhi. Ne, domethënë thjesht, jemi për krahës të proceseve të cilët janë integruese. Mirë po, ne këta procese i shikojmë si gjithëpërfshirëse. Ne konsiderojmë se nëse flasim për integrim, duhet të gjithë të ulen në tavolinë, ajo të bisedohet vetëm me njerëz me të cilën ju i keni veç më mendimet e njëjta.